Dashur shikues të podcastit ton tashmë të njohur Lojtari 12, jena në episodin e radhës, po edhe këtë herë jena në Premier League, edhe këtë herë jena me një tifoz të një klubi shumë special, po kuptohet, janë pak më të rrallë në Kosovë. Afër meje sot është Lali Sinani, tifoz i Newcastle. Lali, mirë se erdhe. Përshëndetje Blerë, mirë se vizita. Që kjo fanell, më thonë, nuk o që e moj mandën e shumë. Pak e vjetër, për doket nuk është në gjyrave të fanellës parë bardhëzi. Cili sezon është? Kjo fanelli ta kanë në sezonet 96-97. 96-97. Kam dhurat është prej Anglisë, prej një mikut. Edhe ai që është tifoz i Newcastle-t. Okej, ai e prej çatë është ta kallzon Jo, tifoz i Newcastle-t janë prej vitit 2001. Prej fillimeve të para të televizionit publik Kosovës, RTK-ja kur ka fillu me transmetim direkt, me të ndjerën komentatorin Kemal Çerkaziu. Në ndeshje rastishme Newcastle Southampton. Dashnia ka lind pe ngjyra, pe tifozëve, si i vogël, si i ri. Mandej të përcjell me lojtarë aty këtu ka bëjë. Alan Shearer ka në arsye kryesore pse unë edhe sot vazhdoj me pëlqy Newcastle-in. Goxha interesant më për kupën deni, kena pas shumë komente për tifozët të Fulhamit që kena pas, po edhe Newcastle goxha interesant. Newcastle është tash është o bo pe 2021-s pak zhur me investimet e reja. Po jo, këto klubi malli nikon po unej 96 nuk oni luftë për titull me Manchesterin. 95-96 Kevin Keegan që kon trajner, ai momenti i famshëm që thot e kena njek ato është domethënë është njek titulli për herën e fundit, pastaj ka pas ngecje, probleme financiare, po dashnia për Newcastle në Angli është shumë e madhe. Shumë respekt. Tifozët e Newcastle-it edhe shumë dashni për klubin. Veriorët në Angli e dojnë futbollin shumë, janë shumë pasionum. Domethënë Newcastle është një ekip që i ka 52.000 shikues për çdo ndeshje. Kur lum vendas te vet. Edhe si vendas Newcastle është orë fort për krejt. St James Park është 52.000 ulse kapaciteti, edhe asnjëherë nuk kum përcjell ndeshjet Newcastle në gjitha garat si në Anglisë, në gara europiane nuk kum përcjell. Jo, për më atmosferë që bëhet aty, unë s'kam kon në St James Park, a e kon ti ndër aty në? Jo, fatikisht. Ki planë më shku? Planet janë me shku. Me nxorë që të moment sa janë mirë, Liga Kampionëve janë. Për momentin këtë vet nuk ka plane të sakta, po shpresoj që netar me më të afërt, edhe pse këtë vet nuk qëndrojnë mirë për Evropë ose për me përsërit suksesin e viteve të kaluara. Për rikthimin në Champions League kanë gjallë më shumë entuziazëm, problemet financiare kuptohen, fair play financiar që duhet me respektu se Newcastle qëndron financiare shumë mirë. Vlera e klubit momentale është mbi 1 miliard euro. Po, ekip hala, po. A një hiç tifozë atje në Kosovë ose në Shqipëri fan club s'keni garantë. Fan club nuk ka individ shumë, jam kontakte me ta non stop. Janë më pak, po janë shumë pasionuar mas Newcastle. Shumë interesant është me pas më pak tifozë, që keni gëzimin shumë të madh, vërtet. Na nuk e se di që koni tifoz Newcastle që e dën klubin veç për suksese. Klubet që kanë histori, Newcastle u themelu 1881, është një ndër klubet më të vjetra, jo veç në Angli, po në botë. I ka përcjell shumë myje, shumë talent. Gjithmonë në kombëtarët anglisë janë 2 deri në 3 futbollistë Newcastle-it, për shkak që edhe vijnë pe pjesës veriore edhe kjo epoka kur pas ke niste 2000-2001, domethënë unë me sa më e man post Shearer në kono do Solano, Laurent Robert, Alberto Solano, Gary Speed, Indieri që kon edhe Giveni për tjerë. Portieri kon i fantastik irlandez Given. Kon domethënë dekadën e parë prej vitit 2000 deri 2010-11 kon portieri i parë i Newcastle-it. Ai na ka bërë me dosht edhe më shumë klubin. Alberto Solano, Laurent Robert, Masanena, Bellamy, Masane, erdhe Martinsi pe Interet, Elezi, Michael Owen, Patrick Kluivert. Po, se bash interesant, bashkë kur lojtar të mirë, Oweni, Kluiverti, Patenora Emre, Okoni Interet, Patenora do lojtar të bashkë atëherë diçka. Edhe më herët, domethënë pejt vitit 2005-2008 kanë fillu epoka e probleme financiare. Edhe pse legjenda Indieri Sir Bobby Robson, domethënë dikush pak
gjeneratat e reja njojnë ma pak, po Bobby Robson është një ndër sere ka është e emri i dytë që i ta kanë pas. Tash kena medalë të aj edhe pak si kom 3 figura, para se medalë të aj, për shkak se ju si tifoza të klubeve që ndoshta nuk kanë kështu sukses kuptimin e trofeve, se sukses është edhe një sezon i mirë, është pyetja jame konkrete, momenti më i mirë si tifoz i Newcastle. Momenti më i mirë është investimi i fundit, se çata mendoj se klubi Newcastle e meriton. Edhe me kandidu ma lartë, me kanë edhe në garat europiane, edhe pse nuk i kanë mungu ato, unë mboj men shembull vitin 2003-2004 kur Newcastle e ka lënë grupin. Ma huqë një pyetje, kom pasën ta bëj për Ligën Kampionëve. Kur e ka lënë grupin me Barcelonën edhe me Interin, kur e mposhti Interin, edhe ato e kujtoj mirë. Pastaj pas vitit 2005-2006 ka ardhur në ngjecje, 2007-2008 kena qëndru që kena qëndru. Tani 2008-2009 në Europa League. Momenti edhe më shumë është viti 2009 kur Shearer nga 6-7 lojë po smujti me Europa League. Me marrën legjendën e muajt mend që Europa League. Po tani prap unë gjet 2010 tani. Ka ndodhur ato me shumë klube të mëdha. Po, Patenarton do lojtar interesant, patar dhe ky Andy Carroll, që ka shumë i mirë në Championship, tani u shit Liverpool. Andy Carroll, Dembaba, Papi Cissé, Kevin Nolan. Këta e kisha çujt menaxhmenti i dytë që ardh pas vitit 2011 ka pas shumë sukses me gjetjet të lojtarëve të specifikum që i ka rritën edhe në transfermarkt shumë. Me Dembaba që u shet në Chelsea, Cissé po ashtu. Cissé boll çato golla që ka po Chelsea. Çaj Eurogold që Peter Cech Mania që morët me 2010-02 Stamford Bridge. Prej 2011-s. Çat sezonin e dal manaj të Chelsea në tabele, 5 ndodhet, 2006. Po Chelsea për shkak se fitoi Champions League-n, shkoi direkt në Liganë 6. Momenti më i keq, Lal. Dy momentet këqija i kujtojnë na si tifoz Newcastle-t 2009 dhe 2016 që largimi pe Premier League-s, mungesa Newcastle-t është edhe më shumë. Por na që e përcjellim me dojna futbollin e presim në vikend, me shiu futbollin anglez, na që jena të pasionuar mas futbollit anglez është edhe më shumë me mungu Newcastle me tonat tifozë. 2016 kur patroa kon ky Alan Pardew kon dikush tjetër trajner. Alan Pardew kon Benitez ju botën. Alan Pardew kon gjatë sezonit se din atëherë nuk kena pas edhe shumë informacione çysh ka mujt me qëndru, po kriza financiare ka bot vetën. Domethënë sot që me autogollin largu prej Premier League-s, sot që edhe klubi e ka pas cilin mu kthyni vetë edhe me qëndru me mu kthy fuqishëm në Premier League. Amo tani erdh Benitezi, fitu Championshipin. Po. Edhe tani mos ka pas ngjecje. Nuk ka pas ngjecje. Pa ngjecje po me Europa League jo, atë ne u boja hapi hapi se keni entuziazëm pe 2018-s, domethënë pronarët që janë sot për Emiratëve Bashkuar kanë shprehë interesim po për shkak dokumentacioneve, për shkak problemeve deri në 2021 që u kurorzu domethënë. Edhe hala sot e a ditë domethënë Newcastle nuk është e plot, nuk ka mundësi me shfrytëzuar financat e veta që i ka. Steve Bruce nuk do të bëhet trajner. Steve Bruce kon 2021-22, pastaj kem shumë keq në tabelë. Eddie Howe ka marrë në vendin e fundit Newcastle. Edhe Glenn Trippier më herë edhe u ngjet. Edhe na që jena tifoz më të flak Newcastle nuk kena besu që Newcastle ka me mujt me qëndru në ligë, u kanë sikur këtë sezon Volvesi që është, që mi thonë sot dikuj që Volvesi ka me kështu, po Eddie Howe me 2-3 transferime. Goxha trajner, falem pak për Eddie Howe. Eddie Howe e një prej Bournemouth, që ka përpej Ligë 3. Si në ish lejtar, karierën si futbollist e ka shkut shumë herët për shkak në lëndimi, i pasionum taktikisht lojë ofanzive, e pëlqen me sfushën e fort, gjatë që menaj që e ka kriju me sfushën më të mirën në Premier League. Tonali, Bruno dhe dëshmon fakti që pse Eddie Howe është një trajner shumë i respektuar në Premier League, është gjallën tonë prej pozitës 9 e ka kthyr në qendër mesfushor ku është një ndër lojtarët me paraqitjet më të mira në Premier League. Dy herë që në Champions League 2023-24 edhe këtë sezon. Ku jena te Eddie Howe, domethënë
pat fjalë, pat pretendime që Anglia po do më marr, po më duket më para ky ka refuzuar se saqë morën të shellin për atij. Ka pos zonat herën e fundit, domethënë para se emërimit të Tuhelit, po Eddie Howe kon kategorik me vazhdu me Newcastle. Ka shumë plane, edhe njerëzit e dojnë, lojën e fundit ju kalkun karrika, pe drejtuesve të Newcastle, edhe domethënë sikur lojën e fundit që e kom po në Tottenham që fitoi Newcastle javën e fundit, nuk e kom po më të gëzum Eddie Howe në kër. Probleme që trajner anglez më të mirë. Është i kompletum. Është i kompletum. Goxha është një farë ikone, pse është tepër modest, nuk ka një deklaratë në kështu se është shumë. Tjetra është lart çfarë po ndërson është se ti tash e ke rrinë një gjenerat goxha edhe shekullit, më thonë 21 në fillim, po tash top 5 favoritë litorëve në Newcastle, më thonë. Prej 5 nisja, se për të parë Grand Veli është. Prej 5 kisha nis pe Patrick Kluivert, ai shkurt kanajt, po kon Nadina se çka ka bën Barcelona me kontorën e Holandës. 4 në Alberto Solana në mesfushori jashtë zakonshëm, Peron në Alberto Solana. 3 kisha shku me një qendërmbrojtës Kollaqini, o konë lejtar. Shumë kikser, për i shumë i doshtën të... Se konë e pokët mirë, po... Të dyshi kisha shku të lejtari momental të kapiteni i skuadrës Bruno, që jena shumë e fat, edhe që Eddie Howe e ka vrejt shumë largë të Leon, e ka blej për një çmim shumë tëllët, edhe sot gëzën është një ndër mesfushori më i kushtueshëm. Vani i parë është i padiskutueshëm për legjendën e klubit, Alan Shearer. Alan Shearer, top këllashënuesi i gjitha kohëra në Premier League, 208 golla. Në 208 për Newcastle, 263 ka totalën me Blackburn dhe me Southampton. Na fol pak për Shearerin, më thon sa kim rri që është. Shearerin e kum rri, domethën 5-6 sezonet e fundit. Newcastle gollat e tij nat kanë bën me dosht, në takoj shumë tifozë dhe të klubeve të forta, siç është Chelsea, Manchester United. Po njerëzit që e duajnë futbollin anglez nuk mundën mos me dashur edhe Alan Shearerin. Po i shohim investimet marramendse, sulmues më të mirë të botë, golashënues gollgeterat më të mëdhenj, po Sheareri mon epitetin. Çfarë mori në Premier League me Newcastle për pak. Ajo është gjëna. E mor me Blackburn. Gjëna është edhe pse Sheareri e ka përpara se me ardhur Newcastle e ka në Premier League fituar me Blackburn. Ço koni var ekuivalencë Leicester 2016. Blackburni se kon shumë më din. Blackburnin natkohë kjo kon me Chris Sutton solem Tim Sherwood i cili ka pas. Po prap mbetet ikonë edhe sidomos për pasionin. Nuk e kom pas një gol normal me çujt në thojza. E ka një vole. Domethënë shuti i tina me kry me lejtari kompletum. Ja, ashtu është top një zhtar dojna me kthy komplet nga dashnia për dikon, a ki urrëtie a dashni për këtë lojtar. Alexander Isak kur gjo transferi më i shtrajt, që është shit, kështu. Urrëtie. A ki koment për këtë lojtar? Koment so konte na, o kon i kena pas syt krejt në ta. Nuk është se njerëzit na atakojnë neve që jena me Newcastle edhe na flasin shumë për transferin që ndodhe shumë gjërshëm në vitin e fundit, po nuk na ka lënë të mangët se Isaku ka një mirë, po kur nuk e ka kryer një sezon pa 20 ndeshje mungesë. Po që ka 20 golla. Po edhe ka 20 golla, por është nuk e di. Te fasta Newcastle nuk është si gëzën më respekt. E ka zgjeni mënyra që shu largu, domethënë është shumë e keqe edhe ju korrekte pejtina se u trajtu si me pokë, si me dashni, si me gjithçka, po veç po më duket e kanë zonë mallkimi i tifozëve se e thaj komen si shkojnë në fund. Është sport edhe unë vazhdoj me dasht lojën e tina, është një vras para porte, është një sulmues i jashtëzakonshëm. Qëtash kime jap një koment për këtë ikon. Sir Bobby Robson ishtë trajneri Anglis, ishtë trajneri Barcelonës, Sportingut, disa ekipeve, po Newcastle njoh më shumë në Angli. Sir Bobby Robson është legjend e paharrueshme për tifost edhe për njerëzit që i kanë qëndruar gatë Newcastle-t. Është një ndër trajnerat më të respektuar jo vetëm në Angli, por në botë. Gjeneratat ma herët e kanë admiru shumë për futbollin që ka bo. Është profesori i Jose Mourinho's, titullin sër, e ka titullin sër në sezonën që dytë sezonet që i ka kalu te Barcelona. Mourinho kon domethënë zonësi i tij,
Edhe na i kena po sukseset e Mourinho's që i ka bërë me vjet në futbollin. Mourinho ka thonë që ta ka pas si u të refys. Lal, para se më dalë të një farë quizit shkurt që e kem, po duhem të tregu për këtë trofeun që e fitut shkurt 2025. Carabao Cup, mbase trofej i vogël, po kjo trofeu i parë mas 70 viteve. Newcastle Liverpool 2-1. Ç'është ekipi? Kon finale që është shumë zor me përshkru. A kena prit fitore, nuk kena prit se Liverpooli e dina se çfarë fuqie. Kampion edhe me Arne Slot ke i të pandal shumë, ke shumë të kombinum. Po dashnia për me kthy një titull në veri u kon shumë e madhe. Newcastle gollit i parë Dunburn na ka gëzuar shumë. Edhe jam gëzuar shumë edhe na gëzuar krejt që u kon lojtari ndeshjes në takim në finalen Wembley. Ka kthy një farë entuziazmi, ka kthy një farë siguri edhe te investitorët, e kanë pasë dashnia shumë e madhe në qytet edhe shpresoj që kena me luftu edhe për titujt e tjerë. Nuk i dihet, po mendoj që tash Newcastle është Champions League, po nëse për shembull kish pas fatin me mrisi vjet Europa League ose Conference League, shumë ali e kish fitu qëto. Mas të evitoj West Ham në 2023 Conference League e Newcastle është. Nuk është domethënë rundi i ardhshëm është me Qarabagin, të Azerbajxhanit. Një fat për neve edhe Masalena nuk i dihet. Newcastle në Angli kur lund si vendas është shumë e papërshtatshme. Patshmend Parisin 4-1 me Milan tani patu pak si pali. Me Milanon eksperienca e bën veten, Milano është ekipe trofeve edhe. Po. Lale po shkojmë me do pyetje. Po më duket keq të falem, po s'ka lidhje. E para është trofeu i fundit i Newcastle jashta 2025, domethënë para 2025 që ka ndodhur tash, trofeu i fundit, kupën tamam që keni ngritur. Trofeu i fundit është 1956 nëse nuk gaboj. Po veç edhe një tani në Championship. Në Championship 2016. 16-17, bravo. Transferi më i shtrejt në histori? Transferi më i shtrejt në histori është Bruno Guimares për Lionit. E që është shit? Po dihet. Alo është Bruno është ose Isak është 70 milionë. Transferi më i shtrejt që ardhi për Sociedadit, edhe i shitën për 150 milionë të lekë. Rekord Premier League-s, po. Sa gola total ka shënuar për klubin Alan Shearer? 263, në total në Premier League 208 në Newcastle. Fiks, ajo. Fitoria më e thellë e Newcastle në Premier League. 9-1 nëse s'ka bëj kundër Bournemouth. Po, atëherë Bournemouth, është tash vonja që ka ndodhur që e pa më pranë 2 vjetëve. 9-0. 8 me Sheffield United, 0-8. Me Sheffield 0-8. Që i bën këtë golla Isaki, Bruno Gordoni këtë. Edhe këto po ndoket e tha hera fundi Champions League para këtyre 2 herave të fundit. 2003-2004. Fiks ashtu është. Lal, tash po duhet të pyet pak për këtë punën e rivalitetit me klube. Domethënë Newcastle është anë në veri, ka Manchesterin e këta, po kush është rivali që e prit një mas shumë të ndeshje kundër tyre? Rivali më i madh i Newcastle është Sunderland. Është kthyme pas shumë vjetëve Sunderlandi. Nasi tifoz Newcastle dhe na gëzu pak që e kthyrën me historinë. Ne fati keq është humbja ndaj Sunderlandit, edhe pse nuk na neve keni fare golle pa lidhje që neve në Kosovë ne me një autogol Voltemates, neve në Kosovë edhe nuk është shumë që na ka jenu për shkak që tash Granit Xhaka është veç kapiteni i Sunderlandit. Po një fare ftohtë. Kena marr pak me sportivitet këtë humbje. Lal, po duhet ditë për te tash Newcastle kuptohet që kur po lund vendas e ka një fare fuqie, një fare St. James Park, domethënë këtë 4-5 sezone të fundit klubet e mëdha kur po shkojnë rrallë kush del fitimtar, domethënë Chelsea-n e keni porë, domethënë ja 3-4 herë në 4 sezonave. Unitedin, City-n e keni porë si vjet, nesër në kupë tani poshtë. Me Arsenal gjithmonë ngusht, Liverpooli çashtu. Çu është shpjegon që të fare fuqinë, a është stadiumi si stadium që u jep ndoshta frika apo është tifozin më besnik, më të zhurmshëm, apo thjesht është kriju që ka fare nocione që Newcastle vendas është i fortë edhe pyetja thëm shumë e thjesht, fuqia më e madhe e Newcastle janë tifozët. Tamam lojtari 12. Lojtari 12 me lu para 52.000 shikuesve që nuk nalen kurr. Është shumë problem, edhe klubet e mëdha që cekë ti, këto top klubet si City, Chelsea, United, Arsenal pak më pak, se di pse janë shumë e fat ndaj neve. Po dy Manchesterat edhe Liverpooli nuk i kena pas problem me mujt sa herë që na kanë vendas. Po. Premier League-n lal çush është që sezon
po them një top 4 më na bën. Do thonë një herë kampionin, atë edhe Premier League-ën e shoh si vjet e shoh prapë City kampion. City po thuaj kthen, ha? E kthen. Okej. Arsenalin. Presioni mbi Arsenalin Presioni për vitin mbi e 4 për Arsenalin, foti pak e curia që ka fillu me marr presionin pe Artetën edhe që të presioni ku janë, domethënë ky dol 3 vjet rresh në vend dytë. 2 vjet është me City goxha fort, vitin e tretë Liverpooli pati goxha shumë. Si vjet domethënë po humb 95% të kohës vend parë. Nëse edhe si vjet e humb ligën. A mendon që duhet me dalë ai vet apo bo ky term çdo sezon elefantin çdo sezon nëse edhe si vjet po forma e Cityt edhe afrimet e Cityt që i ka bë në fund me Semenyo edhe Gueye mendoj që City dikon 4 deri në 5 pikë ka me kriju një avantazh në fund kundër Arsenal. Vani i tretë i katërt vani i dytë Arsenali, vani i tretë e shoh Aston Villa nuk bjen është e ka një trajner shumë taktikisht shumë mirë për shumë e javëve të fundit ka ndryshuar taktik, pivën pikt, në fillim se ka pas mungesa me fillim sezonit me 4 me 4, tash pi fiton lojë 1-0 vetë sa pi duhen. Në vendin e katërt është shoh si një ndër 5 sezonet më të nxehta për top 4-she te United është ajo u kthye ajo fryma e Fergusonit me nxënësin e tij Kerrikun. Chelsea është e ka me domosdoshmë me gjithat investim që ka bë. Po Liverpooli ka investuar. Liverpoolin e shoh si vjet ju për vend katërt, që të treshtën e kom posit top favorit për Premier League, po e pom që afrimet ka njëherë mënën edhe me kont gabume, mënoj që Isaku jo i gabum po fati me lëndime, Verts nuk o kombinu, kështu që menimi jam... Liverpooli vend 6 nështë ta? Në vend 5 nështë ta, Chelsea Liverpool 5-6, po unë e shoh që Chelsea prap ka me kop top 4-shën për shkak të presionit të lejtarët, 600 milion euro investim prej Mareskës. Pra meni veç to këtë investojnë në buraj, mos më bëni me bërë. Shoh Chelsea domethënë në vend 4. A ka shpresë për Newcastle me luftu për Conference League? Newcastle nuk ka as cile as targete për Evropë këtë vit. Jena që ato të e mojtë mesin, nuk ka presion për momentin të lojtarët. Këtë fokusi është në FA Cup, ku i shkojnë Aston Villës këtë javë, edhe këtë fokusi është në Champions League, sa më largë që të mënë me shku. Vitin e ardhshëm, me sa kemë informacione, lirohet edhe transferet kena më shumë budget, edhe mënëm me bodi qka më shumë. Cili është lal trofeu i ardhshëm që pritni me fitu, ose që është ma i mundshëm në kuptimin nëse gjykon racionalisht? Nashta tingëllën për dikën jo mirëvesh nëse fair play financiar ka me funksionu që dohet. Mrena 4 vjetë Newcastle shoh me Premier League. Për titull. Mrena 4 vjetëve titull kampion. Nuk është më problem për asnjë lojtar, top lojtar botror. Po, me shku Newcastle, ashtu është, pajtona plotësisht. Domethënë është Bruno, është një ndër 3 lojtarë më të paguam në Premier League. Edhe po dohet që do më nejt besnik klubit. Kërkesë, po ai kanë dhënë gjithçka për me qenë besnik, domethënë marrë edhe shiriti kapitenit 160.000 pound për javë, është një ndër është shumë i kërkuar për Real Madridit, për top klubeve të botës edhe nuk don me ni. Nuk mendoj që ka me rezistu në top lojtar për me ardhur Newcastle. Lal, po du një mesazh që ne ka kamera më jap tifozëve Arsenalit, Cityt, Chelseat, Unitedit, Liverpoolit, se përpos Juve që Tottenham thajse ata janë kon top 6 që devon, një mesazh kush po vjen për titull? Unë po besoj fuqishëm që 3-4 vjetë e fundit edhe na kena me konte top 4 që jam molle, edhe kena me luftu me 2 Manchesterat, me Chelsea, Arsenalin për titull. Qëllën pe hek për këtë në të mëdhajave që ka me rapak. Arsenalin se kom po kur ekip molle, edhe menoj si Arsenalin të me hek. Kjo është lajmi, Arsenali, nëse s'bot kampion, nëse s'bot kampion të njemani farë. Edhe njerë unë kena me fund sezonës, po Arsenali ka me hup. E ta shruitar se ku del komentet për Arsenalit kanë me qmet. Po që janë frustrum që ta shfort, na mëtën. Kam shumë me që dojnë Arsenalin, e respektoj
pa morë parasysh për cilës ekip janë, se na nuk kena pas në rivalitet madh, që shkan Arsenal, Manchester, është jena një klub ma me pak ambicje, po menoj që këto investimet e viteve të fundit kanë më ngritur. Kërkush nuk ka besu që Newcastle ka më ardhur pe menzi që pështoj pe Championshipit 2 Ligë Kampionëve, nuk është ndonjë çudi edhe me kopse Leicester City e mur në 2016 me ka buketë me shpresu. Lal, po duhet të falenderoj shumë, edhe shumë respekt për ty edhe për klubin që simpatizon, sepse është shumë klub i veçantë. Edhe të shohim çfarë ndodh, sapo dalë. Faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësi jam. Shkuzdashun, ky ke Lali Sinani, tifozi Newcastle United, pa shumë çka më thon, pa shumë pritshmëri, pa to disa kundja ndaj klubeve që ky pret me dështu. Deri herën tjetër, shihemi prapë.